Dokumentin strategjik, BESA, e keni tani më në dorë, ky tjetri, që është këtu e keni marë, dhe që e ndaj me ju sot, fillimisht për një diskutim të brendshëm, quhet prania besnike dhe është aneksi i atij të parit. Prania besnike adreson vetëm partinë me synim që ta vendos atë në funksion të kthesës së mandatit të katërt. Dhe nëse herën e shkuar fola për qeverisjen e kësaj faze të re, sot duhet të flas për makinerinë tonë të partisë. Dhe duhet ju them se paralelisht me reflektimin përpara pasqyrës bulevardit të Flamingove, kam kaluar dhe disa kohë në Varrezat ku prehen historitë e partive dhe të lëvizjeve që fituan gjithçka, por që më herët ose më vonë humbën sfidën e vazhdimësisë së qëndrueshme të fitoreve të tyre. Të gjithë gurët në ato varreza kanë të njëjtin mbishkrim. Asnjëri nuk e humbi pushtetin nga dëgjimi, të gjithë e humbën dëgjimin nga pushteti. Barack Obama fitoi në vitin 2008 me lëvizjen më të madhe vullnetare që kishte parë historia e demokracisë amerikane. Mbi 2 milion vullnetar, ose siç quhen në shqip patronazhist, aktiv, ekipe lagjesh me emra, me role, me përgjegjësira, të matshme dhe të matura çdo javë, si dhe 13 milion adresa njerëzish të lidhur me kauzën. Një muaj pas fitores, cilën askush nuk e parashikoi në fillim, pastaj gjithë bota e admiroi në fund, ajo lëvizje vulkanike u ftoh, rrjeti nuk u zhduk formalisht, po u fut brenda zyrave të administratës dhe u vënë shërbim të agjendës së shtëpisë bardhë. Protagonistët kryesor u kthyen në zëdhënës pushtetit të ri dhe kori më masiv i përcjelljes së një mesazhi politik në historinë e Amerikës u tret në lumenjtë e turmave të jetës përditshme.